Pikërisht në hyrjen e këtij objekti, dje rreth orës 14 u gjet një granatë dore e pashpërthyer, duke mobilizuar policinë e Kosovës dhe njësinë e deminimit për të dalë në vendin e ngjarjes. Ajo u gjet pikërisht në ordinancën e ginekologut dhe doktorit Afrim Veliu në rrugën Dëshmorët e Kombit në lagjen Ulpiana në kryeqytet. Pas rreth një ore nga intervenimi, policia e Kosovës bëri edhe dëminimin e vendit pa u shkaktuar ndonjë telashe. Prapa me ndodhet ordinanca ginekologjike e doktor Afrim Veliu, ku dje ju vendos një bombë ose granatë dore pikërisht në vendin ku gjendemi tani, pra te hyrja e objektit të tij. Po ashtu kujtojmë se i gjithë vendi pra ishte i rrethuar nga forcat policore, të cilat e kanë bërë edhe deminimin e vendit. Po ashtu ata kanë gjetur një granatë dore të pashpërthyer, ndërsa e kanë lokalizuar të tërë ambientin këtu prapa. Ne do të provojmë të marrim më vonë edhe një përgjigje pikërisht nga ginekologu ose doktori Afrim Veliu, i cili po ashtu kujtojmë se para disa ditësh ishte edhe caki disa sulmeve dhe rrahjeve brutale, të cilat ndodhen pikërisht në vendin pasi e lëshoi punën e tij. Lajminet provoi të kontaktoj edhe me vetë doktorin Veliu, mirë po i njëjti nuk ishte i qasshëm në telefon. Ndërsa për të marrë më shumë detaje do të provojmë të telefonojmë pikërisht ginekologun Afrim Veliu nëse ka ndonjë informacion se pse ju vendos bomba pikërisht në ordinancën e tij ginekologjike. Doktori për momentin nuk është i qasshëm, mirë, po për çdo informacion më të detajuar do t'i mbajmë të informuar. Kujtojmë se ditë më parë ginekologu Afrim Veliu godit me një mjet metalik teksa po futej në vetur në lagjen e tij Ulpiana. Lidhur me rastin, policia e Kosovës kishte thënë se Veliu kishte psuar lëndimet e lehta trupore, ndërsa i dyshuari ndodhej në arrati dhe s'dihej motivi i rastit. Mbrëm rreth orës 21:30 është raportuar për një sulm fizik të ndodhur në rrugën Henry Dynand në lagjen Ulpiana të Prishtinës. Sipas informacioneve të para, dyshimet janë ngritur se teksa po futej në vetur, viktima është goditur në kokë me një mjet metalik nga një person i panjohur. Viktima ka psuar lëndime të lehta dhe ka marrë trajtim mjekësor. I dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa nuk dihet motivi i sulmit ende, kishte deklaruar policia. Për ngjarjen kishte folur edhe vetë ginekologu, i cili kishte deklaruar se sulmi nuk ndërlidhet me punën e tij dhe se nuk ka dyshim për ndonjë person apo për ndonjë çështje tjetër.